Me emër të Allahut, mëshirues dhe përdëlimtar i madh. Ai Muhamedi u mrole u kthye me fytyrë, nga se erdhi pra një verbëri. E kush të dëfton ty, ndoshta ai dëshiron të pastrohet nga mëkatet, ose të këshillohet e ti sjell dobi atij këshillimi, e atij që është i pasur reprezentohet si i panevojshëm për të besuar. Atij po i kthehesh, sepse ti nuk e përgjegjësi, nëse ai nuk don të pastrohet e besoj. E atij që të vjen ty duke nxituar për këshillim, dhe ndjenjëndroj, e ti atë nuk po e merr në konsiderim. Mos vepro ashtu. Ato janë këshilla. Kush të doj, le të mësoj. Në faqet e Kuranit të çmueshme, të lartësuara të madhrueshme, të pastra, me duar të shkrues e angjeve, të ndershëm dhe të drejtë, madhkuar qoftë njeriu. Sa jemi njohë që është ai. Prej çka se krijoi ai Perëndia atë njeriun. Prej pikës e farë se krijoi dhe përgatiti për të çdo gjë të dobishme, dhe pastaj e lehtësoi rrugën e lindjes. Pas kësaj, ai ja caktoi vdekjen dhe bëri që të varoset. Dhe, mandej kur të doj ai, e ringjall. Dhe të vërtetë, ai, njeriu, ende nuk i ka plotësuar ato që i ka urdhëruar ai. Le të shikoj njeriu në ushqimin e vet. Ne kemi derdhur ujëra shira të bollshme. Pastaj e kemi plasaritur tokën me qarje. Dhe bëjmë që nga ajo të rritën driterat, dhe rushi e perimet, dhe ulliri e palma, dhe kopshet e dëndura, dhe pëmet e barishtet, për ju dhe bagetin tuaj. Kur të arri i zëri i madhëshudhues, në ditën kur njeriu ikën nga vëllovi i tij, dhe nga nëna e babai i tij, dhe nga bashkëshortja e fëmijët e tij. Atë ditë, çdo njeri është i preokupuar me gjendjen e vetvetes. Disa fytyra atë ditë shëndrisin, të qeshura të gëzuara, kurse disa fytyra atë ditë pluhurosen. Errësira do t'i kaploj. Këta janë jo besimtarët, të korruptuarit.